تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bidhnillahi ta'ala vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith të Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, dhe jemi te libri ku thot autori Kitabul At'ima, libri i ushqimeve. Libri i ushqimeve. Në fillim, kur ka fol po ashtu për këtë libër dhe për këtë temë, librin dhe temën e ushqimeve, Sheikhul Islami kohës son, Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, ka thënë: Allahu a ka lejuar robërve të tij atë që përmban dobi, përmirësim dhe përfitim për ta, ndërsa u ka ndaluar gjërat e liga dhe të papastra që u sjellin dëm. Pra, çdo gjë që është e mirë, ushqyese dhe dobishme, Allahu a ka lejuar atyre, ndërsa çdo gjë që u sjell dëm, ai subhanahu wa ta'ala wa ka ndaluar domethënë prej saj. Dhe vazhdon Sheikh Ibn Bazi rahimahullah duke thonë: ai i lartësuar i Allahu subhanahu wa ta'ala di më së miri gjendjen e tyre dhe di më mirë se çfarë u sjell dëm e çfarë u sjell dobi. Çfarë u sjell dëm dhe çfarë domethënë u sjell domethënë në dobi. Këtu në fillim, hadithin e parë që ka përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah është hadithi në renditje të këtij librit 765, ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah: An Malik an Ismail ibn Abi Hakim an Ubaidah ibn Sufyan an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal: Kullu dhi nabin min as-siba'i fa akluhu haram. Dhe po ashtu hadithi tjetër që është i përafërt me këtë hadith, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal: Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kulli dhi nabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr. Të dyat hadithi ka transmetuar Imam Muslimi rahimahullah në sahihun e tij. Hadithi i parë është përkthimi: çdo kafsh grabitçare që ka dhëmb me të cilët sulmon dhe shqyen pren, ngrënia e saj është ndaluar. Dhe hadithi i dytë është se Ibn Abbas radiyallahu anhuma thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaloi ngrënien e çdo kafsh grabitçare me dhëmb dhe të çdo shpendi me kthetra, domethënë kthetra që kap domethënë gjah. Këtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah në shpjegimin e këtyre dy haditheve në fillim, thot se baza në lidhje me ushqimet është se ato janë të lejuara. Baza është se ato janë të lejuara. Dhe këtu pikërisht domethënë Ibn Abdul Hadi rahimullah ka më i përmend ato sende, ato ushqime domethënë që janë të ndaluara, ose ai mishi domethënë atyre kafshëve që është i ndaluar, dhe po ashtu edhe të atyre kafshëve që ekziston domethënë në mospajtim në mesin e dietarëve. A është ajo kafshë dhe mishi i saj i lejuar, a është i ndaluar? A është domethënë i ndaluar? Këtu thot Sheikh Zeidi rahimahullah, para se të hym në fjalën e Sheikh Zeidit rahimullah, përmendim fjalën e Sheikh Uthayminit rahimullah në shpjegimin e hadithit të Ebu Hurajras radiyallahu anhu, ku thot Imam Uthaymini rahimahullah se për me qenë ajo kafsh e ndaluar, ngrënia e saj, mishi i saj, duhet me i pas domethënë dy cilësi, ose janë dy kufizime. Do thonë nuk bën vetëm njëra me qenë e tjetra me mungu.
por patjetër domethënë duhet këto dy domethënë cilësi të bashkohen te ajo kafsh dhe ajo bëhet domethënë atëherë e ndaluar, bëhet domethënë e ndaluar. E para, thot Shekh Uthemini rahimahullah, cilësia e parë ose përshkrimi i parë është dhinab, domethënë që ka dhëmb, me të cilat sulmon. Që ka dhëmb me të cilat sulmon. Përshkrimi i dytë është mine siba, që është domethënë shqyen pren, që shqyen me ato dhëmb domethënë, sepse thotë Shekh Uthemini rahimahullah, këtu përjashtohet domethënë në deveja, përjashtohet kali. Nëse e marrin domethënë vetëm atë përshkrimin e parë, se dhe ai ka dhëmb, por nuk i ka dhëmbët kali ose deveja domethënë për me kap gjah. Nuk e ka domethënë, prandaj përjashtohet. Dhe e dyta domethënë, mine siba, që shqyen pren, këtu përjashtohet domethënë në çështja e hijenës. Se do vinë domethënë në vazhdim tash do përmendet çështja e hijenës, a lejohet, a nuk lejohet domethënë, dhe mendimi më i saktë është që ajo lejohet. Hijena, do thënë ngrënia e hijenës lejohet, për shkak se thotë Shekh Uthemini rahimullah, hijena si hijen, edhe pse i ka dhëmba domethënë përpara ashtu, por ajo rrallë mundet me ndodh që me sulmu kafshë të tjera, domethënë për vetëm se nëse i ngushtohet situata dhe ajo sulmohet dhe ngushtohet. Atëherë domethënë ajo po ashtu sulmon. Ama në bazë domethënë ajo nuk është për atyre kafshëve domethënë që shqyen pren. Pastaj thotë Shekh Uthemini rahimahullah, ku qëndron urtësia, pse është e ndaluar, domethënë ose pse janë të ndaluar këto kafsh, që kanë këto dy përshkrime, këto dy cilësi, domethënë cilësia e parë që ka dhëmb përpara, domethënë, me të cilat sulmon dhe po ashtu shqyen pren me ato. Pre atyre kafshve, thotë Shekh Zejdi rahimullah, është geopardi, tigri, luani, ujku, e kështu domethënë të ngjashme. Hyn domethënë te këto kafshët që janë të ndaluara, ngrënia e tyre. Për shkak se ata i përmbushin këto dy përshkrime. Domethënë përshkrimi i parë dhinab dhe përshkrimi i dytë domethënë mine siba, që është domethënë ka dhëmb me të cilat sulmon dhe shqyen domethënë pren. Këtu thotë Shekh Uthemini rahimahullah, se urtësia, pse është ndaluar ngrënia e këtyre kafshëve, domethënë mishi i tyre është për shkak se natyrshmëria e tyre është e egër. Kanë egërsi ato kafshë. Dhe nëse njeriu e konzumon mishin e tyre, fiton një farë lloj egërsi. Do thonë mishi si mish ndikon te personi, te njeriu që e përdor, që e konzumon, dhe ai fillon domethënë me fitu një egërsi. Dhe ajo egërsi mundet me çu domethënë edhe në një farë lloj domethënë në sulm ndaj të tjerëve, pa nevojë. Sikur sa ato kafshë domethënë. Sepse këto tigri, geopardi, ujku, ata sulmojnë me nevojë dhe pa nevojë. Me nevojë dhe pa nevojë. Prandaj domethënë urtësia qëndron aty, se njeriu fiton domethënë një lloj egërsi prej këtyrve domethënë kafshëve që e kanë ata domethënë në natyrshmërinë e tyre. Dhe prej kësaj kanë thënë dietarët, thotë Shekh Uthemini, dhe prej kësaj, ose nga kësaj, ose prej kësaj piknisje, dietarët kanë thënë se njeriu duhet të kujdeset për fëmijën e tij në lidhje me gjithënjen, që mos me e qu fëmijën tane të një grua e huaj flasim, që ka mengjelehtësi dhe sjellje të keqe, sepse gjithënja e saj ndikon në karakterin e fëmijës më vonë. Edhe ti pastaj çuditesh pse ky doli mengjeleht. Ti pastaj çuditesh pse doli ky domethënë me moral ose me sjellje të keqe. Prandaj
Do më thonë, kur flasim që ka nevoj me e qu të dikën, të do një gru, do më thonë, atër duhet, do më thonë, përgjegjës i asaj fëmijës, e cila është e vogël, dhe ajo nuk vendos aty, do më thonë, as nuk e ka atë fuqi, atëherë, do më thonë, në ti si prind, ose nën, duhet kujdesesh, do më thonë, në ku e len fëmin tane, dhe kush i jep gjithënje atit. Se ndikon ajo, do më thonë, në karakterin e ti. Se ndikon, do më thonë, në karakterin e ti. Dhe barakallahu fikum, nëse këto sende, ushqimi, do më thonë, ose ajo që e pin njeriu qumshtin, ndikon në karakterin e ti. Si është shoqërimi me njerëzit e të devijuar dhe me moral të ullët dhe të prishur. Ajo ndikon edhe ma shumë. Edhe prastaj njeriu habitet dhe çuditet si doli ai në anën tjetër. Jo mos u habit, se fillimi ka qenë se ti ke fillu, do më thonë, me majtas, djathtas, nalt e poshtë, edhe ke përfundu, do më thonë, me ato njerëz, sepse ato kanë ndikuar në fen tënde. Pastaj, te hadithi i dytë të Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma, është përmend, do më thonë, edhe çështja, do më thonë, e shpendve, që kanë kthetra. Po kushti është këtu që me ato kthetra, do më thonë, ato me kap gjah. Se dhe pula ka kthetra, edhe gjeli, po ai nuk kap me ato gjah. Do thonë, kushti është këtu që ai, do më thonë, lloj shpendi, shqiponja, skifteri, e çka janë, do më thonë, kapin, do më thonë, kapin gjah me kthetrat e tyre. Nëse është i till, do më thonë, atëherë, do më thonë, në ngrënia e atyre llojeve të shpendve nuk lejohet, do më thonë. Edhe me që se nuk lejohet, as nuk lejohet, do më thonë, edhe me i kap ato. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, në Jabirin radiallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, naha yawma Khaybarin an luhum al-humr al-ahliyah, wa adhina fi luhum al-khayl, muttafaqun alayh. Transmeton sahabiu i nderuar Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, ku thot se në i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në ditën e Khajberit ndaloi ngrënien e mishit të gomarave shtëpiak dhe lejoi ngrënien e mishit të kuajve. Dhe lejoi, domethënë, ngrënien e mishit të kuajve. Dhe ky hadith është, do thonë, muttafaqun alayh, është domethënë në Buhari dhe në Muslim. Kjo Yawm Khaybar, në ditën e Khajberit, këtu është për qëllim, domethënë, në beteja. Beteja, domethënë, e Khajberit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij ridwanullahi alaihim e çliruan Khajberin, i cili ishte, domethënë, nën pushtetin e qifutëve. I cili ishte, domethënë, Khajberi nën pushtetin e qifutëve. Dhe kjo kthehet, domethënë, dikush mundet me bo pyetjen si ka mundësi që në Khajber edhe në Medinë, aty janë, domethënë, janë strehu ose e kanë marrë si vendbanim këto dy vende, këto dy qytete në Gadishullin arabik qifutët, për shkak se nga përshkrimin që e kanë pas, se vendi ku do shfaqet ai pejgamberi i fundit, ka qenë i përafërt Medinja dhe Khajberi. Prandaj janë nda. Një palë janë dalur në Medine, pala tjetër ka shku në Khajber, dhe duke shpresuar, domethënë, që një gru prej hebrejve, domethënë, ka me lind atë pejgamberin e fundit. Kështu kanë shpresuar, prandaj dhe kanë shku, domethënë, në këto dy vende, domethënë, Khajber edhe El Medina. Këtu, domethënë, kur e çliroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Khajberin në vitin e 6 pas hijretit. Në vitin e 6, domethënë, pas hijretit. Aty, domethënë, u ndalua çështja e mishit të gomarit. Dhe thot Imam Uthemini rahimahullah, se në fillim, gomari shtëpiak, mishi i tij ishte i lejuar. Ishte i lejuar, domethënë.
pastaj erdhi ndalesa në Khaybar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Ebu Talha radiallahu anhu që me thirr në mesin e njerëzve, për shkak se kishte edhe zorin i të fuqishëm, me thirr në mesin e njerëzve se inna Allaha wa rasulahu yanhayanikuma an luhumil humril ahliya. Allahu dhe i dërguari i tij u ndalojnë juve mishin e gomarave shtëpiak. Dhe këtu erdhi në ndalesa për gomarin shtëpiak. Kurse ai gomari i cili që jeton jashtë në shkretir, si që është që njihet zebra, ato janë në të lejuara. Lejohet të kapen, bëhet gjueti të kapen dhe pastaj të theren ose me goditjen, qoftë ajo me shtizën ose shigjetën ose kur e lishon qenin duke thënë bismillah, si e mësum në mësimin e kaluar, atëherë ato janë të lejuara, ato zebrat që njihen kurse gomari shtëpiak nuk lejohet, është ndaluar Kurse mishi i kalit është i lejuar, se thot Gjabir radiallahu anhu, wa adhina fi luhumil khayl, dhe ka lejuar çështjen e ngrënies së mishit të kuajve. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah ibn Umar radiallahu anhuma qal, سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه متفق عليه. Këtë hadith të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma thot, një burr e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërsa ai ishte mbi minberin për ngrënien e hardhucës së shkretëtirës. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, unë nuk e ha atë, por as nuk e ndaloj. Unë nuk e ha atë, por as nuk e ndaloj. Këtu është për qëllim ajo hardhuca me bisht me gjemba. Ai lloj hardhucës, që jeton në shkretëtirës e të gadishullit arabik, po edhe në vende tjera, me bisht, me gjemba. Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah ka përmend se disa prej dietarëve kanë përmend se ajo hardhuca e cila jeton në gadishullin arabik është e lejume, kurse ajo e cila jeton në Andalus është ndalume, për shkak se është thonë se ajo qenka helmuese. E ti tash, barakallahu fikum, nëse e gjenë në përmalet e në përfushat ku jeton, e gjenë një hardhucë dhe ndoshta është e evidentume dhe e vërtetume se ato hardhucat në vendet tona janë helmuse. Atër mos thuaj se unë e kam lezu hadithin edhe ajde ta konzumoj. Barakallahu fikum. Dhe thot Ibn Hajar rahimahullah, nëse me të vërtetohet që ato janë helmus, atëherë bëhet këtu priashtim në ngrënien e tyre. Nuk e han, nuk e konzumon. Shkaku i dëmit, shkaku i dëmit, barakallahu fikum. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam thot këtu, unë nuk e ha atë, por as nuk e ndaloj, Në vazhdim Sheikh Zejdi rahimahullah e përmend këtu se njëherë i është servu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tryz, në sofër, një hardhuc. Ka qenë e gatume, e përgatitur dhe i është servuar. Atër ka pyetur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka është kjo, i kanë thënë është ajo hardhuca Atër ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lem yekun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Nuk ka qenë i njohur në vendin e popullit tim, prandaj un kam një mospëlqim ndaj tij. Unë kam një mospëlqim ndaj tij, edhe i ka larguar duart. Por
sahabiu i nderuar Khalid ibn Walid radiallahu anhu, i cili ka qenë aty, e ka ngronë në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thënë asgjë. Pra do më thonë, këtu thot Imam Uthemini rahimahullah se nëse njeriu e le ushqimin që i servohet, atëherë nuk duhet të qortohet në bazë të këtij hadithit këtu. Edhe nuk duhet do më thonë me i këmbgul, me i ngushtu. Edhe nuk është ndoshta edhe prej etikës të mikpritjes që ta ngushtojsh. Ja servon, ja afron, pastaj ai vetë do më thonë vendos a han, a nuk han. Normal, mishin, katrena, nuk e refuzojnë. Po edhe si do qoftë, Allah u rujt të gjithve dhe u bekoft, do më thonë, e le njeri ushqimin që i servohet, do shta për shkak se edhe, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam këtu, lem yekun bi ardi qaumi, nuk ka qenë kjo hardhuz, do më thonë dhe ngrënia e sa, e njohur në mesin e popullit tem. Dhe këtu në mesin e popullit tem, është për qëllimi, do më thonë, të Kureshit dhe rrethi i Mekës. Nuk do thotë që në gadishullin arabik, do më thonë, në përgjithësi, ka qenë, do më thonë, e panjohur dhe nuk e kanë konzumu. Por, qëllimi është ku, do më thonë, në mesin e Kureshitve dhe rrethina, do më thonë, në e Mekës. Dhe prandaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, prandaj unë kam një mospëlqim ndaj tij. Kam një mospëlqim, do më thonë, në ndaj tij. Edhe këtu tregon ajo që mësojmë, do më thonë, hadithin, për këtij hadithit që përfitojmë, se njerëzit dallojnë në shijet e tyre. Dikujt, do më thonë, i pëlqen një ushqim, tjetrit nuk i pëlqen. Dallojnë njerëzit, do më thonë, dallojnë në shijet dhe pëlqimet e tyre. Po ashtu, për këtij hadithit, atë që përfitojmë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ndaluar çështjet, ose nuk i ka lejuar çështjet sipas asaj që ja do zemra dhe shpirti. Por i ka ndalu dhe i ka leju me shpallje. Çkit, do më thonë, hardhut, se ka dasht, si ka pëlqy, po nuk e ka ndaluar, sepse s'ka pas shpallje që, do më thonë, e ndalon një gjë e tillë. Kjo tregon, do më thonë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do më thonë, ka fol, do më thonë, me shpallje, çështjet e ndalesat dhe çështjet e lejuara dhe të gjitha çështjet, do më thonë, që lidhen me fenë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, dhe thot Sheikh Zejdi, para se dalim të hadithi tjetër, se ky hadith, hadithi Ibn Umerit radiallahu anhuma, tregon, do më thonë, se kur e kap njeriu hardhucën, duhet me e therr. Me e therr, do më thonë, dhe pastaj, do më thonë, e gaton e pregadit. Pastaj hadithi radhës, an Abdillah ibn Abi Awfa radiallahu anhu qal, gazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 7 gazawatin na'kulul jarad. Këtu, i cili hadithi është në Bukhari dhe Muslim, tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abi Awfa radiallahu anhu se ne morëm pjesë në 7 beteja së bashku me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe hanim karkaleca. Dhe hanim, konsumonim, do të thonë, në karkaleca. Dhe të një transmetim tjetër, të një rivajet tjetër, se këtu do më thonë, në kulul gjarad dhe hanim karkaleca, nuk përmendet a i ka përdor dhe a i ka konzumu edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo një. Por të një rivajet tjetër, kjo pikërisht do më thonë vërtetohet. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte në dijeni, kishte njohuri do më thonë për veprimin e sahabëve ridwanullahi alayhim, se thot Sheikh Fauzani hafidhahullah.
Jo vetëm një herë, po 7 beteja, domethënë. Në 7 domethënë në ekspedita ushtarake. Jo një herë domethënë, po janë 7. Edhe hajshin domethënë në Karkaleca dhe përmendet domethënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam e dinte një gjë e tillë, wa yakulu ma'ana dhe i hante bashkë me ne ato Karkaleca domethënë. Që jo vetëm ata i kanë përdor dhe i kanë gatu e kështu me radhë, po pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte në dijeni dhe edhe po ashtu edhe i hante ato Karkalecën. Thotë Sheikh Fawzani hafidhahullah se Karkaleci është i pastër sepse ushqehet me sende të pastra. Dhe po ashtu ky hadith na mëson se çështja e muslimanëve në krye të tyre pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe sahabët e tij ridwanullahi alehim, se në fillim kishin vështirësi. Në fillim kishin vështirësi, domethënë, se po patet i mish të deles ose deves, nuk shkon me i ngrën Karkalecat. Kjo një. E dyta, thotë Sheikh Fawzani hafidhahullah, po jo vetëm të çështja e Karkalecave, nga njëherë ka ndodh edhe me i ngrën gjethet, nga vështirësi që janë përballu. Dhe thot Imam Fawzani hafidhahullah, edhe pse ishin njerëzit më të mirë në rrezullin toksor. Edhe pse ishin njerëzit më të mirë në rrezullin toksor. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, i cili është njeriu më i mirë që ka jetuar donjëherë në rrezullin toksor. Pastaj sahabët ridwanullahi alehim që vinë pas pejgamberëve, që është gjenerata më e mirë dhe më e dalluar, e kishin dhe jetojshin këtë gjendje. Dhe dihet domethënë në ato fushbetejat duhet ta kesh trupin domethënë të fuqishëm, ti përballohesh me armikun. Nuk e shku aty domethënë me bo pak shëtitje dhe me u knaq pak. Te çështja e Karkalecit, thot Imam Uthemini rahimahullah, se ai nuk ka gjak. Karkaleci si Karkalec, do të thonë nuk ka gjak. Prandaj, nëse e gjen të vdekur, lejohet me ngran. Nëse e gjen për shembull ndonjë kafshë tjetër e vdekme, atëherë është e coftina, do të thonë, e ngordhur, nuk lejohet. Po nëse e gjen Karkalecin i vdekët, a është 1 ditë, a 1 javë, a 10 ditë, sa ka, lejohet. Se ai nuk ka, domethënë, nuk ka gjak. Këtë domethënë hadith, ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawatin na'kulu al-jarad, do thonë morëm pjesë në 7 fushbeteja së bashku me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe hanim Karkalece kështu me radhë. Kjo përgjigje ka ardhur domethënë si pasojë të një pyetjes. Është pyetur për Karkalecat ky sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abi Aufa dhe si pasojë të asaj ka dhënë këtë përgjigje. I thot atij pyetësit domethënë, ne ishim në 7 fush beteja me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe i kemi konzumuar ato Karkaleca. Ço do të thotë domethënë se është një gjë e lejuar. Ço do të thotë domethënë se është një gjë domethënë e lejuar. Por edhe Sheikh Zejdi rahimahullah thotë se ky hadith është argument i prerë dhe i qartë, domethënë se Karkaleci është i lejuar. Dhe nëse e kap, nëse ndodh ta kapish të gjallë, nuk e dia mundet doktori me e kap. Nëse e kap të gjallë, atëherë nuk kushtëzohet therrja. Sigurisht se te këto kafsha të tjera, domethënë, nëse i kap të gjalla, atëherë nuk është e kushtëzuar domethënë me e therr Karkalecin. Por mire domethënë dhe konsumohet, por kur do domethënë me e pjek, me e përgatit, atëherë nuk guxon, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, me e fut drejt domethënë mbi zjarr
ose bi fteren, ose diçka domethënë që është nxehtë domethënë, që ti në këtë lloj mënyre domethënë je tu e dënu me zjarr atë dhe me nxehtësi. Por domethënë duhet të vritet e pastaj domethënë e gaton. Pastaj domethënë e gaton. Po nuk e fut i gjallë, domethënë brenda, edhe duke domethënë e përgatitur, Sepse është domethënë në përmban kjo thotë që Zejdi rahimahullah dënim domethënë me zjarr, duke qenë ai domethënë i gjallë, Ibn Hajar el-Asqalani rahimahullah ka përmend në shpjegimin e këtij hadithi në Fathul Bari, ka thënë se krijimi i kërkalecit është i çuditshëm. Krijimi i kërkalecit është i çuditshëm. Në të gjenden tipare të 10 kafshëve. Në të gjenden tipare të 10 kafshëve. Domethënë ai ngjan me kafshë të ndryshme në pjesë të ndryshme të trupit të tij. Kofshët si deve së re, thot. Kofshët i ka si deve së re. E në shikohet, merre një foto, gjeje domethënë dhe shikohet domethënë, kofshët si deve së re, këmbët si të strucit, krahët si të shqiponjës, krahrori si i luanit, barku si i gjarprit të shkretëtirës, koka dhe goja si të kalit. Koka dhe goja si të kalit. Me këtë, shihet çudia dhe kompleksi i krijimit të kërkalecit. Çudia dhe kompleksi, Po pastaj, domethënë, kofshët si të deves së re, këmbët si të strucit, krahët si të shqiponjës, krahrori si i luanit, barku si gjarprit të shkretëtirës, koka dhe goja si të kalit. Dhe në fund thotë me këtë shihet çudia dhe kompleksiteti i krijimit të kërkalecit. Edhe kjo aludon domethënë për krijuesin Allahun subhanahu wa ta'ala, i gjithfuqishmi. Pastaj hadithi i radhës an Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى عليه فلغبوا قال فسعيت عليها حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل متفق عليه واللفظ لمسلم. Këtë hadith, që është në tonë Bukhari dhe Muslim, e transmeton sahabiu nderuar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ku thot, kalonim domethënë pran Dhahran. Një vend Dhahran, bimarri Dhahran, është domethënë një lugin rreth 8 kilometra larg Mekës, në drejtim rrugës për në Medinë. Edhe sot kësaj dite del domethënë ka tabela domethënë, kjo Dhahran është domethënë parafërsisht 8 kilometra larg Mekës, një lugin që është rrugës për domethënë për në Medinë. Ishin domethënë tu kthy pin Mekë për në Medinë. Dhe thot Anas radhiyallahu anhu, kur një lepur na doli përpara papritmazi dhe u tremb realisht lepuri, njerëzit vrapuan pas tij por u lodhën. Tu vrapu me kap, nuk e kapën domethënë dhe u lodhën. Atëherë, thot Enesi, atëherë unë e vrapova pas tij derisa e zura. Dhe kjo tregon se ka kap gjallë domethënë. E solla te Ebu Talha, i cili e theri, dhe ja dërgoi kofshët dhe pjesën e sipër me të këmbëve të tij te i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe ai i pranoi ato. Kjo tregon domosdoshmë se mishi i lepurit është i lejuar. Mishi i lepurit sepse ja dërguan pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe ai fakti që e pranoi domethënë tregon domethënë se një gjë e tillë është e lejuar, se një gjë e tillë domethënë mishi i lepurit është i lejuar. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah,
se shkaku pse u përmend në këtë kapitull me tregu se lepuri është i lejuar, do më thonë gjuetia dhe mishi i tij. Dhe nëse vdes nga shigjeta, ose shtiza, ose qenit, kur e lishon e përmend emrin Allahut, atëherë do më thonë në i lejuar është. E nëse kap të gjallë, atëherë duhet të therret. Po nëse ti do më thonë e vretat me shigjet, edhe kur e ke lishu shigjetën si e mësum në mësimin e kaluar, thot bismillah, atëherë do më thonë në rregull është. Po nëse e kap edhe ai do më thonë nuk ka vdek ala, atëherë bon do më thonë të therret, Dhe këtu po ashtu thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, ky hadith na mëson se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranonte dhuratën, edhe nëse ishte diçka e vogël. Kjo tregon modestinë dhe moralin të pejgamberit alaihi salatu wasallam që e pranonte dhuratën edhe nëse bëhet fjalë për diçka që është e vogël. Por sadakajan, lëmoshën nuk e pranonte, sepse ka të ndaluar ai dhe familja e tij Ahlul Beiti. Sadakan nuk e pranonte, kurse dhuratën e pranonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu ku thot Anas ibn Malik radiallahu anhu se kur e kapa lepurin, i asolla Abu Talhas radiallahu anhu. Abu Talha radiallahu anhu ka qenë do më thonë ka qenë buri i nënës së Enesit radiallahu anhum, Ummu Sulejm radiallahu anha. Sepse Ummu Sulejm radiallahu anha, jo është një historinë vete do më thonë dhe madhështore, ka qenë prej grave të para të ensarive që e ka pranuar islamin. Edhe buri i saj do më thonë kur ka ardhë në Medine, kur ka pasë ajo ka i në islam, dhe po ashtu Enesit prej kur ka qenë i vogël, ja ka mësu islamin, ja ka fut në zemrën e tij dashurin për Allahun subhanahu wa taala, për islamin, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe ai aq keq është acaru me bashkëshortën e tij, saqë domethënë është larguar në drejtim të Shamit, fa halaka, dhe është shkatruar domethënë në kufrin e tij dhe ka vdek. E pastaj ma vonë, Ummu Sulejm radiallahu anha është martuar me Ebu Talhan radiallahu anhum. Dhe kjo është ajo historia do më thone ati qiftit të sahabëve ridwanullahi alehim që kanë pas një fëmijë dhe ka ardhur Abu Talha prej luftës edhe ka thënë si është fëmia, ka thënë është në rahati, edhe të nesërmen në mëngjes i thotë nëse kushia ta jep diçka, pastaj ta kërkon ai ja kthene kështu me radhë, e ka thënë edhe kështu ka ndodhur me fëmin ton do më thonë që ka vdek do më thonë fëmia. Ebu Talha është prek, do më thonë, pse nuk i ka treguar Ummu Sulejmi radiallahu anha që nga fillimi kur ka mri në shtëpi, atër ka shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i ka tregu dhe i ka pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, a keni pas do më thonë diçka në natën e kaluar, ka thënë po, atër është lutur pejgamberi sallallahu alayhi wasallam për do më thonë që Allahu me u dhënë bereqet e kështu me radhë, dhe thuhet do më thonë për atit fëmijë do më thonë, pastaj kanë ditë 10 fëmijë dhe të gjithë janë bërë hafuza. Dhe të gjithë do më thonë janë bërë hafuza. Enesi radiallahu anhu, jasolli Ebu Talhas radiallahu anhuma, dhe aje theri, e pastaj Enesi radiallahu anhu e qoj do më thonë një pjesë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe këtu thot Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, në Fethul Bari, në këtë ka argument se ai që e kap gjahun bëhet pronar i tij, me vetë kapjen e tij, dhe nuk bëhet ortak me të ai që vetëm e ka ndjekur ose e ka trembur bashkë me të. Për shembull, andi si ma i shkathat e kap, dhëndri rash apoja stu vrapu se kap. Atëherë do më thonë në gjahu është i ati që e kap. Po nëse miren vesh para prakisht, se ndajnë, atëherë duhet si pas kushtit, do më thënë, me ndajt për gjymës. Ama nëse s'kanë marrëveshje ata, ai njëni tu vrapu, ky tjetri e ka pa, edhe i lishohet edhe ai. Atëherë, do më thënë, në fund, ai që e kap, do më thënë, se ka mundësi që ky i pari, për shembull, që i lishohet, nuk e kap.
që ka zbulu në realitet. Po ky diti më i shkathëti, e kap, atër ai dyti bëhet pronar, edhe ai vendos domethënë çka vepron domethënë me atë kafsh që e ka kap domethënë. Ajo është pronari i saj, siç e thot këtu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Pastaj hadithi i radhës. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimullah këtu para se dalim te hadithi i radhës se mishi i lepur domethënë është mish i mirë domethënë, sikurse edhe mishi i gazelës. Hyn domethënë në këtë lloj domethënë që lejohet edhe mishi i gazelës. Por thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse lepuri ose gazela për shembull ndodh domethënë që vritet me diçka që nuk është e parapame domethënë për gjueti, atëherë domethënë ajo llogaritet si coftin, llogaritet domethënë si coftin dhe nuk lejohet domethënë të konsumohet. Pastaj hadithi i radhës عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الضبع الصيد هي قال نعم قلت آكله قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. Këtu Ibn Abi Ammar, që ka qenë prej tabiinëve, e ka pyetur Gjabirin radiallahu anhu, a është hijena prej gjahut? A i tha po. Do thonë përgjigja e Gjabirit ka qenë radiallahu anhu po. Atër thot Ibn Abi Ammar, i thash, a lejohet të hahet? A i tha po. Pastaj thot tabiju, i thash, a e ka thënë këtë i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam? A i tha po. Edhe kjo është domethënë në ajo edukata selefie, sunnie, etherie, që e kërkon bazën për çdo send domethënë. Shikoni këtu, megjithatë që ka qenë sahabi Gjabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, po në fund i thot, a e ka thënë këtë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ose e ke nga ijtihadi domethënë. A i thot këtë e ka thënë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është ajo që u pengon domethënë në armiqve dhe kundërshtarëve të sunnetit. Sa ta thonë domethënë në këto selefit kthehen për çdo mesele te baza. Ikhwancat, teblikat e këtynve vabojmë si dum ne domethënë. Kurse me këta selefit s'kemi mekanizma domethënë që me i manipulu. Ti i thua çka i thot, a e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, a është në Kur'an, a e ka thënë sahabët, e në kjo është domethënë ajo që i fut ata në siklet. Kjo është domethënë prej veçorive dalluese të njerëzve të sunnetit, se ata kthehen domethënë te bazat. Edhe kjo ka qenë domethënë ajo domethënë sinxhiri i vazhduar, se sahabët, që këtu konkretisht Gjabiri radiallahu anhu, ata e ka mësu fen e Allahut subhanahu wa ta'ala nga i dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur kishin diçka, e pyetën pejgamberin alaihi salatu wasalam. Edhe kështu e mësojshin fen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tabiinët vazhduan domethënë duke i pyetur sahabat e pejgamberit alaihi salatu wasalam, siç e ka vepruar këtu Ibn Abi Ammar. Do thonë janë kthy te sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është ai sinxhiri i fuqishëm që të çon domethënë te tabiinat, te sahabat e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Prandaj duhet me shikuar domethënë kush të lidh ty me këtë sinxhir domethënë ka fuqimisht me të. E kush tregon pralla domethënë atëherë domethënë largohu. Se për me tregu pralla shumë e lehtë është. Se pa është një koment dikush prej ikhwancave kishte thënë, jo po këta arabjofcat mbajnë mësim ose veç lexojnë prej letrës ose prej librit.
Kjo tregon se ata nuk janë të edukuar me dije. Ata nuk janë të edukuar, as nuk kuptojnë as çështjet e fesë, po as edhe çështjet e dunjas. Se ti me shku, domethënë, edhe për çështjet e dunjas, ai profesori që del përpara, ai duhet me pas libër. Ai duhet me pas letra, ti je i përgatitur. Nuk mundet me fol ai çka i teket atit. Sot fol për drue drasa, nesër për beton, pas nesër për dritare, e pas nesër diçka tjetër. Ai duhet i përmbahet domethënë në asaj rregullores domethënë në që i është paravon. Kjo është dije. Jo çka i teket aty. Këta i huancat kështu i kanë mësu njerëzit. Sadullah, Beqir, Qetri, Shefqet, mos lasim për Elvisin e këta tjerit, i kanë mësu domethënë në me dalë aty, as libër, as letër, veç pralla. Veç pralla. Kjo nuk është dije. Kjo nuk është dije. As në çështjet e dunjas, e mos flasim për çështjet e fesë. Edhe thot Ali ibn Medini rahimahullah, më ka urdhëruar Imam Ahmedi që mos të flas vetëm se nga libri. Dhe Imam Ahmedi që dihet se ka ditë 1 milion hadithe përmendsh, nuk ka flas dhe nuk ka bërë masimdhënie për vetëm se nga libri. Po këta s'kan lidhje domethënë. Plus, ajo që në është në shkencën e hadithit, ekzistojnë 2 lloj mënyrash domethënë e transmetimit të hadithit. Kjo është prej kohës së selefit. Nuk e kanë qit mbrabjofsa, siç e quajnë ata, me pa drejtësi. Dhe nga inatin që e kanë. Sot lexova një fjalë të prej kokave të Ikhwanul Musliminëve në Egjipt, problemi më i madh të muslimanëve janë selefit, thotë. Kështu kishte thonë. Ajo është prej kokave, domethënë, prej emrin aty domethënë shkruante emrin e atit dhe thoshte se është prej rangut më të lartë të Ikhwancave në Egjipt. Që bazën e kanë në Egjipt, ata burimin e kanë në Egjipt. Ky thotë se problemi më i madh janë selefit. Pse janë problemi më i madh selefit? Sepse ata i demaskojnë. Ata domethënë i zbulojnë. E kjo domethënë është shumë e dhimbshme. Kjo është traumë për ata. Trauma domethënë. Prandaj po janë edukuar ata në atë mënyrë, me pralla, me tregime, me gazetari. Edhe tash u duket aty në verand me mësu libër, me lexu hadithin, me marr shpjegimin të filan dietarit. Kjo rand duket. Kjo është shkolla e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nëse kena zbulu. Ajo në shkencën e hadithit që desha me thënë, ka dobtu sadr. Dobtu sadr do më thonë për pikshmëri ose precizitet, do më thonë që njeriu e ka në zemrën e tij, do më thonë në mendjen e tij, e memorizon. Kur e dëgjon hadithin, edhe e memorizon ashtu siç që e ka dëgjuar. Kjo është dobtu sadr. Dhe ka dobtul kitaba. Është preciziteti në shkrim, që muhadithi të kalibrit më të lartë e shënon hadithin. Kur ja tregon Imam Maliku, ja tregon Imam El-Auzai, ja tregon filan për imamlarve, e Zuhri e kështu me radhë, ai e shënon hadithin. Dhe kur vjen koha me e transmetu, e merr librin dhe e transmeton. Askush nuk i ka thënë për imamlarve, Imam Muslimi, Buhariu, e këto imamlar, jo po ti s'ke ditë përmendsh prej librit pse na lexon. E kuptuat këtë domethënë? Askush nuk ka qenë qortim. Kjo ekziston që 1300 vjet prej kur kanë filluar imamlarët ta mbledhin sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ta shënojnë dobtu sadr dhe dobtul kitaba. Kjo është barakallahu fikum. Edhe e drejta dhe realiteti është që kur flet njeriu për fenë e Allahut subhanahu wa taala duhet me pas frikë. Duhet me pas frikë se ti të fol për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Folish me dije dhe siguri, jo me hamensi dhe në hava. Se secili ka me dhënë përgjegjësi dhe llogari. Ama kjo është, ata nuk janë të edukuar, edhe normal u duket domethënë vështirë. U duket domethënë e vështirë dhe e zorrshme domethënë. Ata janë të mësuar domethënë me dëgju pralla. Me dëgju prallat, me dëgju domethënë
ecje në për male, në për fusha, do më thonë incizime, tu vrapu, tu notu, tu ez në për male, në për kodra, këta s'ka nevojë kjo për kuptim. Çfarë kuptim duhet me pas? Ai Bekiri është tu hyp në për male, tu zdryp, në për maratona, në për ku e di ku, kjo s'ka nevojë për kuptim. Ama tulesh, ti shpjegosh këto hadithe, kjo ka nevojë për kuptim. Duhet njerë të ulesh dhe ti kuptojsh, të kërkojsh, të hulumtosh. Shejhu jon, Shejh Abadi hafidhahullah, është pregadit për mësimin që ka pas akshamit në Medinë, 3 orë pas namazit sabahut. 3 orë. Që Shejh Abadi llogaritet prej dietarëve të mëdhenj të hadithit. E sidomos për burrat që janë në Sinxhir, domethënë, që Shejh Ahmed el-Nejmi rahimullah, një kalibër i rangut të madh, i thotë Shejh Abadit, unë mahnitem me mendje prehtësinë dhe memorin tënde për ato er-rijal, për ato burrat që janë domethënë në transmetimin e haditheve. Ky burr me këtë kalibër 3 orë përgatitje bën. Edhe kur e mban mësimin pasaj në mbrëmje me libër aty. Jo pa hajde tulemi tash edhe pa libër, jo. Edhe Imam Ibn Bazi me libër i ka marrë mësimet. Ka lexuar dhe kanë shpjeguar. Edhe dietarët të tjerë dhe dietarët të tjerë. Kjo është rruga selefie. Kjo është dije. Po, si thash, ata as çështjet e dunjas nuk i kuptojnë, as çështjet domethënë as mos flasin për çështjet e fesë, sepse në bazë edukatës edhe ato fjalët i kanë të tilla. Ai Sheikh Ali Hudhaifi hafidhahullah, do më thonë burr që parafërsisht një 70 vite merret me dije. 70 vjet. Ka qenë lexuesi Imam Ibn Bazit rahimullah para 50 vite gati në Medinë kur ka ardhur Sheikh Ibn Baz rahimullah, Sheikh Ali Hudhaifi hafidhahullah ja ka lexuar Sheikh Ibn Bazit rahimullah. Megjithatë, kur e mbajti hutben në Arafat me letra në dorë, edhe në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me letra në dorë. Jo filloi hutben për diçka dhe del aty diçka tjetër. Edhe laj gazetat e javës që kanë pa, edhe në Facebook, edhe ku e di çfarë. Edhe derdhin pasaj lot krokodilash. Edhe ata, miskinat, aty rrinë edhe çuditen. Këtu do më thonë, si që shihet qartë, si janë kthy do më thonë tabiinët te sahabat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më pyet do më thonë për çështjet e fesë. Dhe sa i përket do më thonë hijenës, thot Imam Ibn Bazi rahimahullah, ata që njohin mishin e saj dhe e kanë provuar, thonë se ai ka dobi të shumta për shumë smundje. Qëllimi është se ajo është e lejuar. Nëse therët, pastrohet dhe pastaj gatohet, atëherë ajo është domethënë në e lejume, është domethënë në e lejuar. Edhe Imam al-Albani rahimahullah, kur është pyetur për këtë hadith ose për këtë çështjen e ngrënies së mishit të hijenës, ka thënë përgjigja e shkurt ka qenë të shejkhut rahimahullah, idha thabata al-athar batala an-nadhar. Kur vërtetohet domethënë transmetimi, atëherë nuk ka vend të mendimi. Kaq, jo mendime, jo pralla. Kur vërtetohet transmetimi me gjitha rregullat e shkencës të hadithit, atëherë domethënë në mendimi aty nuk ka vend. Jo po pse kështu, jo po pse ashtu, jo po në i ngjan kësaj, i ngjan asaj. Domethënë, ajo thotë Sheikh Albani rahimullah batala an-nadhar, nuk ka vend domethënë nuk ka vend aty domethënë në mendimi yt dhe jemi dhe jon, por bazohemi domethënë
te transmetimi dhe me atë do më thonë në mjaftohemi. Pastaj hadithi I radhës, thot Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب النمل والنحل والهدهد والسرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم البستي. Këtu thot e transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhuma se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi vrasjen e 4 krijesave: milingonës, bletës, hudhud dhe shrikës. Është një lloj zogu grabiçar I vogël. Tu e hulumtu këtë hadith, edhe më doli një shpjegim të Sheikh al-Albani rahimahullah, I bën një person telefon. Është telefonat mes Sheikh al-Albani rahimahullah dhe një pyetës. Edhe I thot, ja përmend Sheikh al-Albani rahimahullah këtë hadith se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ndaluar vrasjen e 4 krijesave deri në fund. Edhe I thot Sheikh al-Albani rahimahullah pyetësi, hadithi është në Sahih Muslim. Hadithi është në Sahih Muslim. Sheikh Albani rahimahullah thotë nuk është e saktë. Këtu shihet dia, domethënë. Kjo është bagazh. Se telefonat spontane. Ti nuk e di çfarë pyetje të vjen. Pyetësi thotë se hadithi është në Muslim. Sheikh Albani rahimahullah thotë nuk është e saktë që është në Muslim, prandaj e lexova unë këtu Sinxhirin, rawahu Ahmed, Abu Dawud, Ibn Majah, Abu Hatim. Se nuk është në Sahih Muslim. Se po të ishte në Muslim, atë në fillim përmendesh në Muslim edhe marroi puna. Po nuk është në Sahih Muslim. Edhe I thotë Sheikh al-Albani rahimullah, ose ti e ke të saktë ose unë e kam të saktë. Nuk mundet të dytë me e pas të saktë. Prandaj I thotë kërko. Po ta lej domethënë si përgjithësi, me hulumtu këtë pjesën domethënë a është ky hadith në Muslim ose është domethënë në libra domethënë të tjera. Këto, do më thonë, ndalohen, do më thonë, këto 4 krijesa, që me I vra, milingona, bleta, hudhud dhe shrikës, do thonë një lloj zogu grabiçar I vogël. Kur, se qëllimi është këtu, do më thonë, pse ka sjell autori Ibn Abdul Hadi, rahimahullah, këtë hadith, kur ndalohet vrasja e tyre, atëherë ndalohet po ashtu edhe ngrënia e tyre. Se nuk është përmend vetëm thjesht vrasja, ndalohet vrasja, jo. Kjo përmban se ata janë të ndaluara edhe për me ngrënë. Kjo domethënë është qëllimi I kësaj që e ka sjellë Ibn Abdul Hadi rahimahullah, këtë hadith domethënë këtu në këtë kapitull, në këtë libër. Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar vrasjen e këtyre 4 krijesave. Por thot shehu, nëse këto bëjnë dëm ose shqetësim, atëherë lejohet domethënë të vriten. Pse? Shkaku I shqetësimit dhe dëmit që e shkaktojnë. A nëse nuk është situata e tillë që nuk shkaktojnë as dëm, as shqetësim, atëherë domethënë në mos me I prek. Ajo është domethënë që duhet. Këtu thotë Sheikh Abadi dhe vazhdon, kur thotë Sheikhu, pasi që është ndaluar domethënë vrasja e tyre, që do thotë edhe mishi I tyre domethënë është ndaluar. Thotë Sheikhu në vazhdim, si që është puna me macën. Macën e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasallam të vritet. Dhe po ashtu edhe mishi I saj është ndaluar. Po ashtu do të thonë edhe mishi I saj është ndaluar. Këtu Imam Uthaymini rahimahullah në shpjegimin e këtij hadithit përmend disa urtësi dhe disa dobi. Pse këto 4 janë të përmendura këtu në këtë hadith? Thotë Sheikh Uthaymini rahimahullah, an-namla, që është domethënë milingona,
vrasja e saj ndalohet shkaku i respektit ndaj saj. Për shkak se kjo ka qenë që është përmend edhe në librin e Allahut subhanahu wa taala me historinë e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Që ajo milingon u ka bë thirrje milingonave të tjera. Dhe kjo është, domethënë, një. E dyta u bën thirrje, domethënë, të strehohen në vendet, në vendbanimet e tyre. Dhe thotë Sheikh Uthaymini rahimahullah, kjo tregon se njeriu kur nuk ka fuqi me u përballu me dikën tjetër, atëherë duhet me u fsheh. Kjo është urtësi. Prandaj Allah ka përmend Kur'an, kjo nuk përmendet në Kur'an kështu. Domethënë kur s'ka fuqi atëherë domethënë largohet. E treta i ka paralajmëruar domethënë se do shkatrohen. Do thonë prej kuajve, deveve që do kalojnë, domethënë do shkatrohen. Dhe ky shkatrim do jetë si pasojë që ata kalorësit nuk do e ndjejnë shkatrimin e tyre. Dhe kjo është justifikim për ata. Se ata janë të justifikuar, nuk din ata çka ka domethënë për ato vrimat vogla e ku janë ato milingonat. Nëse kanë dalë jashtë. Prandaj domethënë është, thotë Sheikh Uthaymini rahimahullah, paralajmërim. I ka paralajmëruar që të kujdesen, që mos të shkatrohen si pasojë të asaj. Se nëse do kishin qenë të mos kujdesshëm, atëherë si pasojë të kësaj vjen domethënë edhe shkatrimi. E dyta an-nahla, është domethënë bleta. Ndalimi i bletës është domethënë për shkak se ajo është llogaritet si pasuri dhe sjell mjalt i cili është domethënë shërim për njerëzit. Shkaku i kësaj domethënë është edhe ndaluar të vritet ajo pa me pas nevojë. Domethënë sjell mjalt, edhe mjalti është i dobishëm domethënë për shëndetin e njeriut. El hudhud, ky lloj të zogjve, kur Sulejmani alayhi salatu wassalam e ka mbledh domethënë ata që ka pas nër vete, njerëzit, xhinët, kafshët e kështu me radh, ky hudhud ka mungu. Edhe thotë Sheikh Uthaymini rahimullah, se atë formën e shprehjes që ka përdor Sulejmani alayhi salatu wassalam ka qenë që ndoshta unë nuk e kam pa. Se ndoshta thotë Sheikh Uthaymini rahimullah, ti kur i kërkon fëmijët në shtëpi, ndoshta janë në shtëpi ata, po ti nuk i ke pa, ndonjë dhomë, ndonjë qosh aty, e prandaj e përdor këtë lloj shprehje. Mos thuaj domethënë ata nuk ishin në shtëpi, po ndoshta nuk janë në shtëpi. Kjo dallon. Edhe domethënë ka paralajmëruar Sulejmani alayhi salatu wasalam se ka me dënu domethënë nëse nuk vjen me diçka që është justifikimi i qartë domethënë, do jetë domethënë do dënohet. Por ky el hudhud domethënë i sjell Sulejmanit alayhi salatu wasalam një lajm domethënë dhe ka qenë lajm domethënë i sigurt. Por atë mbretreshën që pastaj si pasojë të kësaj një popull i tërë ka hyrë në Islam. Prandaj ndaj këtij lloji domethënë hudhud domethënë si lloj respekti ndaj tij domethënë ndalohet vrasja e tij. Es-surat, këtu që është përmend i fundit, thotë Sheikh Uthaymini rahimullah, el-illa, ai shkaku pse është ndaluar domethënë vrasja, është mejhul domethënë e panjohur domethënë. Nuk dihet domethënë, nuk njihet domethënë pse. Nuk njihet, po ne e marrim këtu edhe e pranojmë. Ka raste që kupton njeriu urtësinë, ka raste që nuk e kupton domethënë, por çështja është që duhet njeriu domethënë siç e thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, el wajib është domethënë el imtithal, që njeriu domethënë ti zbatojnë këto urdhra, respektivisht këtu domethënë këto ndalesa. Pastaj hadithi i radhës është an Mujahid an Ibn Umar radiyallahu anhuma قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. Në këtë hadith thot Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaloi ngrënien e mishit të el gjallala dhe pirjen e qumshit të saj. El gjallala është për qëllim këtu domethënë deveja
lopa, delja, këtu hyn edhe xheli, pula, kështu me radhë. Ndalohet, domethënë. Është ndaluar. Këtu thot Abdullah ibn Omeri, nehyun, edhe thot që Uthaymin rahimahullah, baza është ndalesa, kur vjen nehi, baza është se është haram. Nuk është këtu për qëllim të thonë se është e mos pëlqyer, kirah. Është domethënë çështja e ndalesës. Neha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli al-jallalati wa albaniha, domethënë ndalohen mishi i saj, i deves, i lopës, i deles, dhe qumshti po ashtu ndalohet. Është hadith, ja Ahmed. Po shkaku i ndalesës ka një shkak jashtë, domethënë hukmit që është në lidhje me këto kafsh, të cilat janë të lejuara. Këtu përmendet el-gjallalatu, që thot Imam Ibn Bazi rahimahullah, se kjo është ajo forma në gjuhën arabe që përdoren në mënyrë intenzive dhe të fuqishme. Që do thot, kafshët, qofshin deve, ose lopët, ose delet, ose pulat, ose gjelat, kur ushqehen me ushqime të papastërta. Kur ajo kafsh, deveja, lopa, kështu me radhë, ushqehet. Domethënë këtu flasim, thot Sheikh Ibn Baz rahimullah, ajo që është pjesa më e madhe e ushqimit. Se ndodh ajo si kafsh me kap këtu kënde ande do diçka të vogël. Kjo nuk ndikon në ndalesë. Ajo që ndikon domethënë që me qenë shumica e ushqimit të saj sende të papastra. Atëherë ndalohet mishi i saj, qumshti i saj, bile edhe ka transmetime edhe me e përdor si mjet transportues, për shkak se ajo gjersohet edhe gjersa pastaj është e papastër. Prandaj, dhe këtu themi, ky hadith tregon se feja islame i kushton rëndësi zgjedhjes së ushqimeve dhe pijeve të mira, të pastra dhe të dobishme. Von Islami kushton rëndësi këtyre çështjeve. Pra, kur e ke një kafshë të tillë, rregulli është që 3 ditë, minimum 3 ditë, si e përmend këtu Sheikh Zeidi rahimahullah, edhe dietar të tjerë, minimum 3 ditë ta mbajsh, domethënë të mbyllur dhe ta ushqesh me ushqim të pastër. Pas 3 ditë domethënë lejohet me ether edhe me përdor mishin e saj. Do thonë minimum është 3 ditë. Që të pastrohen domethënë ato pa pastërtit. Sepse ato domethënë ndikojnë, transferohen domethënë në mishin e saj dhe në qumshtin e saj. Që mos me u dëmtu muslimani, mos me u dëmtu njeriu, me i bë ato sipas ajo gjuhës medicinale preventivat, a është e saktë kjo? Preventiv. Kjo është si lloj preventiv domethënë. Atëherë e mbyll ose e mban domethënë në një vend kosh i pastër dhe i jep ushqim të pastër, pas 3 ditë domethënë na bon ta therish edhe ta përdorish domethënë në mishin e saj. Domethënë nëse njeriu e përjeton një situatë të tillë, i vjen një situatë të tillë, atëherë duhet domethënë në këto masa me ndërmarr, që 3 ditë domethënë në minimumi është 3 ditë me mbajt edhe pastaj bën domethënë në të përdoret. Pastaj hadithi i radhës dhe është i fundit në këtë kapitull, është an Isa ibn Numejlat al-Fazzari an abihi qal kuntu inda ibn Umar radiyallahu anhuma fasuila an akli al-qunfudh فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه.
إلى آخر الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. Këtu Isa transmeton nga babai I tij, I cili thot: Isha te Ibn Omeri dhe ai u pyet për ngrënien e Iriçit. Atëherë Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ma lexoi këtë ajet. Thuaj, nuk gjej në atë që më është shpallur mua ndonjë gjë të ndaluar për atë që dëshironi ta hani. Nuk gjej, domethënë diçka, domethënë argumentoj se ishte qëllimi këtu, domethënë Abdullah ibn Omeri argumentoi me këtë ajet se Iriçi është I lejuar, domethënë. Se mishi I Iriçit është I lejuar. Pastaj një plak që ishte I pranishëm në atë mexhlis, tha: Kam dëgjuar Abu Hurajran radiallahu anhu të thot: U përmend Iriçi në prani të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha: Ai është një krijesë e ndyrë prej krijesave të ndyra. Atëherë, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu më I thatit njeriu në moshë që ishte: Nëse ka thënë ashtu pejgamberi alayhi salatu, sa atëherë është ashtu. Nëse ka thënë, atëherë është domethënë ashtu. Por këtë hadith domethënë e ka bë daif Imam al-Albani rahimahullah. Sa I përket domethënë që përmendet se është I ndaluar dhe khabithatun min al-khaba'ith. E ka bë domethënë daif Imam Sunna Imam al-Albani rahimahullah. Dhe thot Sheikh Fauzani hafidhahullah se Malikit, medhepi Maliki, është medhepi domethënë I cili është më I zgjeruar domethënë në lidhje me ushqimeve. Edhe Malikit domethënë e kanë mendimit se mishi I Iriçit është I lejuar. Edhe si medhep domethënë në lidhje me ushqimet janë medhepi më I zgjeruar. Kurse thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, Hanefit, medhepi Hanefi, është medhepi më I zgjeruar në lidhje me pijet. Këto domethënë në lidhje me pijet, ato tjerë në lidhje me ushqimeve. E sa I përket thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, ngrënia e mishit të Iriçit ka mos pajtim në mesin e dietarëve. Por sipas mendimit të Sheikh Fauzanit, më e sigurta është domethënë që mos me ngrën. As ngrënia, as edhe shitblerja me të. Por Imam Ibn Bazi rahimahullah thot se lejohet. Edhe Sheikh Zejdi rahimahullah thot këtu se shumica e dietarëve, jumhur el ulema, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e dietarëve e kanë domethënë mendimit se Iriçi domethënë lejohet ngrënia e tij. Sepse këtu thot edhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullah se hadithi ku thot se faqala sheikhun indahu, domethënë masi që u pyet Abdullah ibn Omeri dhe ai u përgjigj me ajetin në mënyrë të përgjithshme, domethënë se nuk ka doni ndalesë në fenë Allahu subhanahu wa taala për këtë lloj të kafshëve, atëherë faqala sheikhun indahu, tha njëri në mosh, një plak, domethënë që ishte I pranishëm në atë mexhlis, tha se kam dëgjuar Abu Hurajran radiallahu anhu me thënë kështu më radh. Thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, pikërisht për shkak këtij shejkhut që nuk është I definuar se kush është ky shejkhu, hadithi është I dobët. Sepse nuk njihet domethënë kush është ky. Kush është ky shejkhu këtu domethënë që ka thënë Abu Hurajra radiallahu anhu kështu. Prandaj si pasojë të kësaj që nuk është I definuar kush është ky shejkhu, që thot Ibn Bazi rahimahullah se ky person shejkhun këtu që është përmend domethënë
është i panjohur. Nuk njihet gjendja e tij dhe situata e tij dhe drejtësia e tij. Se ti masi që nuk e din se për cilit person bëhet fjalë, atë ti ku ta dish, domethënë, a është njeri i mirë, a është i drejtë, a është i padrejtë, a i përmbush ato kushtet për me transmetu hadithe prej atij dhe me marr hadithe prej atij, a nuk i përmbush ato kushtet? Kjo nuk dihet. Se është njeriu i panjohur. E ku ta dish ti se tash në çfarë gjendje ka qenë ai personi. Edhe shikoni, kjo na mëson neve se njeriu nuk i merr lajmet dhe nuk e merr fenë e tij për njerëzve të panjohur. Jo secili që del domethënë në internet, edhe sulmon, edhe akuzon, edhe fabrikon, edhe ka njerëz që kanë mendje lehtësi, që nuk i njohin ose i anashkalojnë këto rregulla selefie sunnie, edhe i besojnë. Dhe ajo fatkeqësia e madhe është që ata të cilat pretendojnë dije, i besojnë atyre personave. E mos flasin pastaj për xhamatin e tyre. Kjo tregon thonë nivelin e atyre njerëzve. Këtu hadithi është i dobët. Pse? Se ky njeriu domethënë është i panjohur. E tash ai tjetri, i dyti, i treti që shkruan në internet, ditë e natë, nuk njihet, a është i gjallë, a i vdekët, a është prej njerëz, a është prej xhinve, a është musliman, a është kafir, a është sunni, a është bidatçi. Edhe ata tjerit konzumojnë. Kjo tregon domethënë se sa vlerë kanë këto rregulla selefie, sunnie, therie të ato njerëz. Edhe sa i kanë kuptuar ata, realisht kanë kuptuar asnjë sen. Kanë pretenduar se diçka kanë kuptuar. Por realiteti dhe vepra dhe puna tregon se ata s'kan kuptim. Barakallahu fikum. Dhe kjo është e fundit domethënë. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.